Ka qenë diku 550 rreth 600 euro bruto për drejtorin e departamentit. Është interesant një percepcion, muj me thonë, pak jo i drejt, edhe i gabum për sektorin publik, se ka kolegë që unë i kam lanë ministri, po jo veç ministri tregtisë, po dhe në ministri tjera, që vërtet e bojnë një punë që ndoshta për pagën si janë pagu atëherë kur unë e kam lanë ministrinë, kanë qenë paga shumë më të vogla se sa që i kanë tash. Sa ka qenë, pas që po flasim për një periudhë në të kaluar? Po, ka qenë diku 550 rreth 600 euro bruto për drejtorin e departamentit. Tash imagjinoni, për zyrtarët e niveleve të tjera, do thotë ka qenë edhe më e vogël. Po, veç është dashur me pas vullnet shumë të madh, edhe një lloj përkushtimi edhe dashni për punën që e ke bë, se sa ndoshta për pagën, me pas mendu pagën, ndoshta nuk kishe pas vullnet asnjë ditë vetëm me shkum punë, po janë faktorë tjerë, cilët të shtyjnë edhe një farë forme të mbajnë në njëjtën kohë për me kontribu për sektor publik, sepse me ato politika ti ndikon jetën e komplet popullatës, njerëzve që jetojnë në Kosovë.